Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salatu wa tamu taslim ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Filloj me emrin e Allahut mëshirës më shpëlodit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tonë Muhammed alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëshortët e tij dhe gjithë ata që kanë pasuar dhe ata pasojnë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, asalamu alaykum wa rahmatullah. Për shumë vjet muajin e begat Ramazanit 2026. I lutemi Allahut mëndueshëm që në këto çaste na ke shkruajt prej të falurve dhe të mëshiruarve. A është e mundur diçka e tillë? Është e mundur diçka e tillë. Sepse Allahu mëndueshëm kërkon për robët e tij gatishmëri. Dhe më tepër se sa vetë punë shpërblen nga dishmëri. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai i cili shkon në xhami dhe pret namazin, ai është namaz. Dhe kish një nga treguesa për argumentin se Allahu mëndueshëm don më tepër gatishmërinë e robit se sa gatishmërinë e tij të brendshme se sa veprimin e tij. Duke pas parasysh se vetë veprimi i robit është fryti i gatishmërisë së tij të brendshme, dhe ne e dim gjithë parimin madhor islam, amelul qalbi khairu min amelil jawarih. Puna e zemrave është më parësore se sa puna e gjymtyrëve, sepse po që zemra e mbushur me sinqeritet dhe gjymtyrët do reflektojnë sinqeritet. Prandaj lutem Allahut mëndueshëm që këto momente nda ke shkruajtur Allahu mëndueshëm për atyre që i ka falë dhe i ka mëshiruar. Ky është një muaj i madh. Dhe ditë që i tij i parë është mëshirë, dhe ditë që i tij i dytë është falë, dhe ditë që i tij i tretë është shpëtim nga zjarri i xhenemit. Pra potencialisht është mundësi shumë e madhe me u mëshiru, me u falë dhe me shpëtu nga zjarri i xhenemit. Në të ndodhet një natë që është më e mirë se sa 1000 muaj, nata e Kadrit. Natën e fundit Allahu mëndueshëm pra Ramazanit i falë robët e tij pa fund, pa hesab. Saqë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam i thanë pejgamberit mos e ke fjalën për natën e Kadrit, thash gjithë tjetër natën e Kadrit. Ashtu siç punë dhënësi ja jep shpërblimin punëmarrësit në fund të ditës, pra punëtorit në fund të ditës punës, ashtu dhe Allahu mëndueshëm e shpërblen robën e tij pasi mbaron ibadetin. Pra është me të vërtet mundësi e madhe. Fati që është mundësi e madhe për të falë dhe për të mëshiruar tregon me fjalë se agjërimi i begatit Ramazanit, i muajit begat Ramazanit ka një rëndësi të veçantë tek ne si musliman. Ka rëndësi të veçantë shumë për vetdijen tonë. Dhe unë mendoj se një nga temat kryesore me të cilat duhet mu angazhu shumë, veçanërisht me fjalë në këtë muaj dhe në këtë aktualitet, është ngritja e vetdijes për begatit me të cilat na ka begatuar Allahu mëndueshëm. Allahu mëndueshëm na ka begatuar shumë, na ka zgjedhur ne si ummet. Pra le të meditojmë pak në ato që ka ndodhur rreth nesh si njerëzi. Përfitojmë me fjalët e deri ku arrin makabriteti njerëzor. Ne Allahu mëndueshëm na ka përzgjedhur që të besojmë Zot dhe të adhurojmë Allahun e mëndueshëm në këto kondita, në këto kushte, në këtë situatë. Mi pa ata që i përzgjedh Zoti në këtë lloj forme, do të thotë që i ka përzgjedh për diçka shumë të madhe. Pra le ta dimë se na ka dashur Allahu mëndueshëm që na ka mundsuar me fjalë që ne të vinë falim taravinë e parë, të bëhemi gati me agjëru Ramazanin. Kjo është përzgjedhje për Zotin e gjithësisë dhe nuk duhet kalu kollaj, ka nevojë për meditim i cili duhet përkthy falënderim ndaj Allahut të mëndueshëm. Gjëja e dytë e cila realisht ka nevojë për meditim ose me fjalë duhet të ketë parasysh është se Allahu mëndueshëm po të kthehemi te Kurani. Ajetet kuranore që flasin për agjërimin i mbyll me çfarë? Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kur të pyesin robët e mi për mua, thuaj ju atyre që un jam afër. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'ani, përgjigjem lutjeve të robëve të mi kur ata më luten mua. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Le të më përgjigjen mua dhe le të besojnë në mua që ata të jenë të drejtuar. Pra gjithë ajetet kuranore që flasin për agjërimin dhe për disa dispozita esenciale ose kryesore mbyllen me këtë ajet kuranor. Për ta thënë Allahu mëndueshëm që ju agjëroni por që në nivelin e duhur me komuniku me Zotin, që duaja ju t'ju pranohet më njëherë. Kurani, kur vje puna ke duaja, ke lutja thot, ud'uni astajib lakum, thot Allahu, mu lutni t'ju përgjigjem. Pra nuk ka fare distancë mes fjalës mu lutni dhe t'ju përgjigjem. Pyetja, pse vonohet përgjigja? Ka shumë arsye. Shumë raste Allahu mëndueshëm e vonon përgjigjen për të dhënë diçka më të mirë. Shumë raste Allahu mëndueshëm na e vonon përgjigjen sepse na do me fjalë që të na dëgjojë zërin. Në shumë raste bëhet sebeb me havonimi për vonimi për dikush gjendja jon. Pra ne Allahu mëndueshëm kur vije ke surja ose ke historia e Yunusit, pra
Kur meditojmë pak historia e Yunusit dhe mënyra se si është lutë Allahu manushëm në gjendje, kuptojmë se niveli vetëdijësimit të Yunusit, për atë se vetëm Allahu është në gjendje me u përgjigj duave të tij, pra kjo lloj transparencë ka qenë në kulminacion. Edhe kjo është si vetë ajo që duhet synuar edhe nëpërmjet agjërimit të Ramazanit. Kjo lloj transparencë me Zotin, kjo lloj vetëdije me Allahun e manushëm. Vëllezër dhe motra, Allahu manushëm nuk ka asgjë me hesap, asgjë me llogari. Allahu manushëm i thotë bëju dhe bëhet. Inna ma amruhu idha arada shay'an yaqulu kun fayakun. Çështja e Zotit kur do më e bëj diçka i thotë bëju dhe bëhet. Pra Allahu manushëm nuk e ka me hesap. Mirë po kërkon për robët e tij që të ngrihen në nivelin e kujt, të lirësisë, të pastërtisë dhe të meritueshmërisë për të komunikuar ashtu siç duhet me Zotin, me Allahun manushëm, Allahu manushëm t'ju përgjigjet. Ramazani është mundësi shumë e madhe. Thot Allahu manushëm tek sura Araf, o robë të mi, unë thot Allahu manushëm ju kam zbritur rroba për të vesh dhe për të stolis. Dhe në fund çfarë thot? Wa libasu taqwa dhalika khair. Por se rroba e devotshmërisë, kjo është rroba më e mirë. Pra Allahu manushëm na sjell muajin e begat Ramazan që ne të zbukurohemi. Të zbukurojmë shpirtin tonë me sinqeritet. Nuk ka shpirt më të bukur se sa shpirti i sinqert. Nuk ka shpirt më të bukur se sa shpirti besnik. Nuk ka shpirt më të bukur se sa shpirti i mëshirshëm, i dhimbshëm. Nuk ka shpirt më të bukur se sa shpirti i mbushur me dashamirësi dhe me dhimbësuri për robët e Zotit. Nuk ka shpirt më të bukur i cili reflekton çfarë? Dritë dhe mirësi. Nuk ka shpirt më të bukur se sa shpirti që mirë beson me fjalë tek të tjerë, sepse ai që ka besim ke vetja, ai jep besim edhe të tjerëve. Nuk ka morale më të bukur se sa morali i kujt? I sitkut, të thonurit të vërtetët, vepruarit të vërtetët, të sjellurit me vërtetësi. Nuk ka më fjalë moral më të bukur se sa solidariteti me ata që kanë nevojë. Shumë njerëz në aktualitetin që na rrethon ka edhe për atyre që janë rreth nesh, mund të kenë shumë nevoja, mund të kenë shumë sfida. Po krenaria e imanit, sedri i tyre, nuk i lejë që të shtrinë dorën kujt. Edhe këtyre njerëzve duhet të kushtojmë vëmendje. Është mundësi shumë e madhe që ne të kthejmë në Ramazan, të kthejmë vëmendjen tek njeriu. Veçanërisht me njerëz që kanë nevojë të kushtojmë vëmendje të veçantë. Veçanërisht atyre që e dim që kanë nevojë apo nuk i shtrinë dorën kujt. Atyre duhet të kushtohet edhe më tepër me fjalë vëmendje, se fund fundit ky është qëllimi madhor i agjerimit. Mos harroni vëllezër të dashur dhe motra të nderuara se para një viti ne kemi qenë këtë mekam, në këtë pozicion, iku një vit. Edhe e mbaj mend shumë mirë, edhe para një viti ku kam marrë fjalën. Kam thënë ju kujtohet edhe para një viti kemi qenë këtu. Ky fakt fton për diçka shumë të rëndësishme. Planifikimi, duhet planifikojmë shumë për jetën tonë. Unë personalisht kam agjeruar që 91-shin, u bë 35 vjet që agjeroj. Përfitiroj, po i thoja vetes dje, sikur këto 35 vjet kanë qenë të planifikuara ashtu siç duhet. Të organizuara ashtu siç duhet dhe të orientuara drejt qëllimeve dhe objektivave të duhura. Do kisha bërë mrekullira. Ramazani vetë kur vjen nga një vit në një vit fton për çfarë? Për ta planifikuar kohën dhe për nivelin e vetdijes lidhur me kë, me mirësinë e madhe të kohës dhe të jetës. Spontaniteti nuk i shkon muslimanit. Muslimani me fjalë me mendje të ndriçuar dhe me shpirt të ndriçuar, sa ka që jeta e tij është orientuar drejt kujt? E para drejt vërtetës, nëpërmjet vërtetës, nëpërmjet halallit, edhe e drejta nëpërmjet kujt? Nëpërmjet disa synimeve që afrojnë me Allahun e Madhëshëm në dynjë dhe në ahiret. Jeta s'duhet marrë kaq spontanisht, sepse ekziston dikush tjetër në dynjë që planifikon për keq, që nuk mendon spontanisht. Punon natë dhe ditë për të punuar për çfarë? Për të bërë keq kësaj njerëzie. Muslimanët, duke pas parasysh me ato ibadete të mëdha që ndihmojnë shumë programoj jetën e vet, duhet punojnë natë dhe ditë që të planifikojnë për çfarë? Për të bërë mirë kësaj njerëzie. Alladhina kafaru ba'dhum awliya ba'd. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Mohuesit dhe keqbërësit në dynja janë miq të ngushtë të njëri tjetrit, janë bashkëpunëtor të ngushtë. Illa taf'aluhu, nëse s'do ta bëni ju, ka për të pas fesad të madh dhe shkatrim në tokë. Muslimanët janë të parët, ata që duhet planifikojnë, duhet mendojnë për njerëzinë dhe duhet bashkëpunojnë shumë me njëri tjetrin për t'i bërë hajër njerëzisë dhe për ta çuar të mirën përpara. I lutem Allahut të mëndueshëm që ashtu siç na bashkoi sonte në këtë punë të hajrit, pra në ibadet, ashtu ta bashkojë edhe në të tjera, edhe çdo nat vetvete, çdo iftar, edhe çdo taravi të jetë një grad afrimi me Allahun e mëndueshëm, me Zotin e gjithësisë. Vëllezër motra, jeta ikan shumë shpejt, ditët ikin shumë shpejt, edhe ky muaj ka për të ikë shumë shpejt, ka për të shkruar për këtyre ditëve dhe netëve ato ditë që ne kemi përjetuar me Allahun e mëndueshëm. Thot Allahu mëndueshëm në Kur'an për ta përmbyll, wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum, dhe mos u bëni si ata që haruan Allahu dhe Allahu i bëri që të harrojnë vetë tyre. Që do të thotë, ata të cilët rrinë me Zotin dhe kujtojnë vazhdimisht Zotin, Allahu mëndueshëm, i bën me fjalë çfarë, ti të vetëdijshëm edhe për realitetin e vetëve të tyre dhe për mirësinë e madhe që u ka bërë Allahu mëndueshëm. Duke i sjellë jetë
dhe e dyta duke i bërë besimtarë dhe duke i bërë adhurues të tij. Allahu shpëlbej Zotën e pranoj ibadetet tona. Selamu alejkum rahmet.